Mirë se vini në Epicëndër, drejt për së drejti në ekranin e Ora News, ku do të flasim për veshjen dhe shpesh herë në fakt për shtypja e parë krijohet pa thënë as edhe një fjalë. Ngjyra që zgjedhim, stili që preferojmë, apo edhe mënyra se si paraqitemi, flasin për më shumë se sa mendojmë. Kështu të pakën gjykoj unë. Por sa ndikon vërtet veshja në jetën personale, por edhe profesionale, a vishemi vetëm për veten tonë, apo edhe për mënyrën se si duam që të na shohin të tjerët. Për diskutuar më tepër rreth këtij raporti me stilit dhe identitetit, por dhe shoqërisë, do diskutojmë me të ftuarat. Kam kënaqësinë e bisedës me stilisten Zemira Qeraxhiu. Faleminderit që je me mua. Është gjithmonë një kënaqësi. Sociologe, faleminderit që je me mua. Kam kënaqësinë të kem në studio këngëtaren Hatixhe Lushi. Faleminderit, Sonil. Tani të gjitha mendoj që kemi mendim të ndryshme sa i përket veshjes. Sipas meje, Je bërë virale, se dua tani sa akoma e kam atë është bërë virale për veshjen se si duhet të jemi të kujdesshëm edhe në shtëpi. Je bërë virale në rrjetet sociale dhe e kam në mendje atë. Edhe kur harrojmë më kujtojnë të tjerë. Më duket se është keq interpretuar ajo çfarë ke dashur të thuash. Edhe pse sipas meje në fjali është shumë qartë ajo që doja të thoja dhe është bukur kur vishesh për veten. Ke marshin më tepër, them unë. Do me thonë, okej, kur thua për të tjerët, po në fillim ti e ndjen atë mirësinë kur ti je mirë me veten. Mirë me veten do të thotë që ti je mirë nga ana psikologjike, nga ana pas edhe arritje profesionale, familja gjëja më e parë, dhe pastaj është ti je veshur mirë. Unë them edhe para se të dalësh nga shtëpia, nëse ti shikohesh në pasqyrë dhe të pëlqen vetja, ti ke marshin më tepër në relacion me të tjerët kur del nga shtëpia. Jeni dakord? Sa e rëndësishme është mënyra se si vishemi për krijimin e një përshtypje të parë. Entel. Po, patjetër që është e rëndësishme. Populli ka edhe një shprehje veshja kopileshja, thotë. Pavarësisht se kjo shprehje në dukje është edhe pak, si të themi, pak mikluese dhe pak manipuluese. Por qëndron, ne gjykojmë, do me thënë që në psikologjinë popullore kjo qëndron. Edhe pse po ashtu, populli po një lloj, thotë mos e shiko gunën, po shikoj punën. Pra, ka gjetur gjithmonë shoqëria ekuilibrat për t'i dhënë vendin e vet gjithçkaje. Unë personalisht mendoj që populli po ashtu ka një shprehje që thotë pritet sipas pamjes, po përcillet sipas mendjes. Kështu që në çdo pikpamje, do me thonë veshja është fjalë kyçe. Her pas here nga situata veshja. Pastaj ka nga ata që janë veshur shumë bukur, sa fillojnë edhe flasin. Po, pikërisht. Pra, sigurisht do me thonë është e rëndësishme, sepse veshja nënkupton status, nënkupton qëndrim, nënkupton kod, nënkupton natyrisht kamje, edhe mbi të gjitha mendoj nënkupton dhe estetik. Kështu, ka njerëz tek të cilët është mjaft e rëndësishme, si të themi, të duken të kamur. Ka të tjerë për të cilët veshja ka më tepër rëndësi të jetë praktike se sa të duket, të themi, joshse. Ka të tjerë për cilët joshja përmes një farë mënyre veshje është e rëndësishme. Pra, nuk e diskuton, besoj unë askush që veshja ka rëndësi për njeriu, sepse është një farë mënyre e kartvizita. Por nuk jam dakord që të mbes aty, sepse aty më duket, do me thonë, një nonsens, të mbetet vetëm aty. Nuk mendoj që mbetet vetëm aty. Ka nevojë, jo. Atëre, unë them, mbase ajo kartvizita, do me thonë, ku do shkosh ti duhet të kesh veshjen e dur. Dhe pastaj duhet të hapësh gojen. Do me thonë, duhet të kesh argumenta. Gjithmonë kthehem ke ajo përgatitja ime italiane, do me thonë Itali, që thotë 7 sekondat e para janë ato që të përkufizojnë kushje, do më thënë atë momentin e parë të mikpritjes nga tjetër, pastaj duhet kesh argumenta kur ulesh në tavolinë. Por të gjitha këto qëndrojnë, se dhe në Italia të thonë, që do më thënë rëndësia e veshjes është shumë e rëndësishme. Do më thënë nuk është se është vetëm okej, për dikë është më e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Gjithmonë nga vendi, do më thënë ku ne do shkojmë, edhe nga ambienti, se protokolli është shumë i rëndësishëm. Hatixhe, sa i rëndësishëm është? Besoj gjatë gjithë kohës në skenë, veshja ka qenë... Është shumë e vërtet ajo që veshja është e rëndësishme.
por është shumë më rëndësishme kur vetë personi që e vesh atë veshje ndjehet rahat sonil. Nëse diçka një robë shumë e shtrenjtë, një robë që është tash në modë, unë e vesh dhe mua nuk më flen ajo në trupin tim, unë nuk jam rahat. Por, gjithmonë jam që çfarë është për koncert, është për koncert. Do të vishem si në koncert. Çfarë është për një takim, për një takim serioz, do të vishem pak më serioze. Nuk jam dakord, bile, tash në teatrin e operas u bë një koncert brez pas brezi Sonila, që ishte një koncert fantastik, edhe na mblodhi drejtori I teatrit operas me zëvendësministën e arsimit, me drejtorin e ansamblit, të gjithë ne që kishim qenë aty në një troez, edhe pash balerinat që kishin vite që kishin ardhur të veshura në një mënyrë fantastike. Pash këtë grupin tonë pastaj këtej, kur dikush du t'ja kujtojemi ishte vesh me tuta. Tash unë nëse do të vishem me tuta, unë nuk e kam vlerësu atë të mirënjohja, do më thënë gjithmonë jam tek ajo, pa I bërë gjërat shumë të mëdha, më dhe pa I zvogluar, dua të jap vendin gjërave. Kështu jam si natyrë. A mendon që të tjerët na e lexojnë personalitetin në përmjet? Po patjetër. Po, ta thash edhe njërë Sonila, njerëzit është e drejtë atyre të mendojnë çfarë të duan, ndërsa unë ndjehem rehat me atë veshje dhe e ndjej që shkon në atë ambient ku unë do të shkoje, ku do këndoje, ku do takoje, ku do... Për mua është në rregull. Në fakt, vijon ende në shoqërinë tonë që të gjykojmë njerëzit nga veshja. Pse? O, ka. Të gjykosh njerëzit nga veshja, unë do thoja është gjë e mirë, po ta marrim nga dy anët e medaljes, se në qoftë se ti nuk je veshur mirë për ambientin, atë që ne po themi dhe vazhdojmë ta thellojmë, në qoftë se ti nuk je veshur për respekt ndaj vendit ku je, ti humbet pik. Ti humbet pik, po ti vetë e shikon se domethënë atë këndvështrimi domethënë mënyrën si të tjerët të shikojnë. Qoftë se ti thua, okej, absolutisht po, mua nuk as kam, për mua nuk është fare e rëndësishme veshja, më miri në shtëpi. Më miri në shtëpi kur e shikon që nuk ke atë mundin e dur për të vajtur në atë ambient. Entel? Jo, më mendoj. Unë e mendoj pak ndryshe, mendoj që duhet ta shikojmë pak në, do me thënë dhe pak në retrospektiv, si kemi qenë, ku jemi sot. Si kemi qenë me ku jemi, kemi evoluar sot. Kështu që kur trajektoria jonë është në ngjitje, do të thotë që jemi duke bërë hapin e dur, jemi në drejtimin e dur. Por asnjëherë nuk duhet ta harrojmë se nga cili sfond ne vim. Në përgjithësi ne po të kujtojmë, vitet 90, dolëm shumë të varfër, dhe mjafton të shohim fotot e asaj periudhe, videot e asaj periudhe, dokumentat e asaj periudhe, dhe sa të keq veshur ishim, sepse skamja na lexoi kudo ishim shumë të varfër. Me kalimin e viteve, filluan të njihen edhe mënyrat e reja se si vishen shoqëritë perëndimore, se si shtëpitë e modës japin këshilla. Ne nuk kemi patur, domethënë, këtë lloj edukimi në popullat për domethënë çfarë janë trendet, çfarë duhet që ka kod kudo. Ka pasur shoqëria, si të themi, një farë adhurimi për kamjen, e kam unë fjalën, sepse për shembull mjafton të shikojmë veshjet popullore të traditave të zonave të ndryshme tona që janë të qëndisura me fije ari, që tregon se ne e kemi dashur kamjen. Pse e kemi dashur, a e kemi dashur, por na është dashur thjesht të shesim mend, ky është një aspekt tjetër. Por nuk mund ta mohojmë që popullata në përgjithësi përmes traditave folklorike, veshjeve, kostumeve e ka reflektuar, domethënë, dëshirën për të veshur mirë. Ka edhe mjaft, për shembull, figura të shquara që kanë folur se si burri shqiptar, të themi vitet 30, vitet 40, pra se si në periudha të ndryshme, domethënë, burri, po them, në familje, dëshironte që bashkëshortja tij ishte e veshur më mirë nga të tjerët, sepse, domethënë, për të ishte e rëndësishme. Pra nuk mund të them se ne nuk kemi shfaqur shenja emancipimi në veshje. Ma, ne këtë e kemi edhe sot, jo vetëm atëherë. Sot, kur shkojmë në një eveniment, duam që të kemi më mirë se... Po kjo është pra a duam të dukemi atje që jemi më mirë nga të tjerët? Edhe duam. Atëherë, në qoftë se ne do kalojmë atëherë ke njerëzit e kamur apo jo, domethënë këto janë studime, ose ta themi edhe në përditshmërinë e sotme. Dua ta marr fjalën aty ku e lanë Tela. Atëherë, është një hap shumë i madh që kanë bërë emancipimi, për sa i përket veshjes, jo vetëm përgatitjes
profesionale o do të them inteligjencës, femrat në Shqipëri. Edhe meshkujt, por me femrat e kam, do më thënë shumë të ndezur këtë debat, nga që unë në 2014 isha këtu, që shikoja shumë femra që ishin dhe me Xitza, o me Temina, o me Taka, për shkuar që të merrnin edhe për të bërë pazarin, kurse sot i ke shumë, po shumë të kujdesshme. Do më thënë unë shikoj një emancipim, o një dëshirë për të mësuar, mbase është edhe kjo, që është informacioni që na vjen nga jashtë, dhe i ke shumë të kujdesshme. Shikoj njëra tjetrën, nuk është më tepër ajo se sa pritet tani njëra do jetë më mirë se sa unë e veshur, por është një kujdes ndaj vetes që thash ti t'jesh mirë në vendin. Mua më pëlqen edhe kjo gjë, pjesa më e madhe të gjithë ftesave që janë në eventet, të paktën që bëhen në Tiranë, me që ne jemi në Tiranë, e ke dress code-in. Kjo ta thjeshtëson dhe shikoj që të telefonojmë me njëra tjetrën çfarë do veshësh ti, çfarë do vesh unë. Domethënë kjo është një rëndësi për sa i përket eventit, por edhe një emancipim i femrës. Femrat shqiptare, domethënë që na i kanë zili edhe gjithë bota për sa i përket kujdesit ndaj të qenies femër, ndaj paraqitjes. Pastaj, ka dhe ato të tjerë që ka nevojë për ndihmë. Nuk do të thotë që edhe ne që jemi të kujdesshëm ndaj veshjes, por prapë kemi dëshirë që të dëgjojmë këshillat e një profesionistes. Por ajo pamja jashtme është shumë e rëndësishme. Pastaj kalojmë ke tema e të qenit kamur, si ti do që të tregosh. Jam shumë dakord, nëse të vjen një zonjë që të vë atë çantën që e ka bler 15.000 euro dhe ta vë në tavolinë, ajo do të tregojë që shik kush jam unë, ose që vinë me këto firmat shumë të ekspozuara. Ajo nuk është një qenie, domethënë një demonstrim të qenit, wow, shiko sa e kamur jam unë, por domethënë atij status që unë dua t'i bëj pjesë edhe që e kam bler, kam arritur. Por të pasurit e vërtet, edhe ato logot mundohen t'i heqin, ose duan që tjerët t'ja heqin. Domethënë duhet t'jenë. Jo, ka njerëz që duan që t'i kenë të dushme, pse jo? Të pasurit shumë rrallë kanë, të garantoj. Domethënë flasim për klasën nobile, pastaj ato që duan të tregojnë nuk janë të vërtetë, mbase domethënë me breza të pasur, është ai pasuri i momentit që sapo ka ardhur në treg, sapo ka dalë, atëherë do të që të tjerë ta vëre. Sa e rëndësishme është veshja për një këngëtare në skenë? Po, Sonila, shumë e rëndësishme. Unë në të gjithë programet që jam e ftuar për të kënduar, e mendoj çfarë tematike është ai koncert që unë do të këndoj. Pra vishës sipas patjetër unë ja e bëj veshje në shërbim të atij aktiviteti. Nuk mund të vishem ndryshe. Tash një koncert ansambli, unë nuk mund të vishem me një fustan të gjatë dhe të mirë dhe të shtrenjtë që të gjithë tash i kemi në një mënyrë apo jo, i kemi zgjedhur. Unë e desha veshjen popullore që e kam të Lunxherisë, ajo është e bukur e qëndisur me ato, që është një mrekulli, domethënë nuk do të kishte fustan më të çmuar, më me vlerë më të madhe se sa ai që unë e vesha, me ato jakat e bardha, edhe jam brenda kuadratit të këngës, të momentit. Kështu që unë mendoj që veshja duhet në përdorim të momentit, që ku jemi. Po mirë, për shembull ka ndikuar në, le të themi, në vetbesimin tuaj gjatë performancës, ajo veshje ka ndodhur ndonjëherë për shembull që je veshur me një gjë që nuk ish përshtatur mbase. Po dhe ka ndodhur, Sonila, se s'mund të themun që unë jam në të gjitha gjërat strikte edhe pa i ndryshuar gjërat, po them e përgjithshmja, se si dua unë vetë ashtu dua, që çdo aktiviteti përgjigjet veshjes time. Hatice, ju keni një stil tuaj personal, si ju identifikon ju si artiste? Po, besoj se po, Sonila. Unë jam person që më pëlqejnë gjërat me lule, pak të më flas në përditshmëri, gjërat praktike që janë pambuk, të qepura bukur, të gjata letjerën, të hapura pak, se këto i kam shumë merak, po që ndjehem shumë e rehatshme në përditshmëri. Ndërsa në raste të tjera të tregova që më pëlqen, gjithmonë të jem ajo tixhja që i përgjigjem. Për çfarë më ftoj, Sonila? Edhe sot e kam vesh këto me motive popullore, që të tregoj ty se e du shumë këtë motive. Ja, ato unë zdita për shkruaj dhe zdita ta bërteja të veshje, po tregoj gotës. Dhe për më tepër unë do thoja atëherë që përsa i përket këngëtarëve, përsa i përket ansamblit, për operas, por domethënë teatrit, në të gjitha, edhe një film ka kostumografin e vet. Kështu që edhe kjo do të thotë se sa i rëndësishëm është. Patjetër. Unë kam qenë kostumografe shumë filmave dhe shfaqjeve teatrale dhe dua t'ju them që lexohet skenari në detaj, në çdo moment, në ambientin ku janë dhe ti përshtat veshjen. Se ndryshe ti e nxjerr vetëm me një veshje nga fillimi në fund të filmit.
Kështu që domethënë është numër 1 rëndësia e të veshurit. Është shumë e vërtetë. Sonila, në festivalin e Gjirokastës në 83-shin, unë atëherë sa isha mbaruar studimet dhe këndoja një balad. Balada ishte e motshme sa nuk ka. Dhe patjetër koreografi i Shtëpisë Kulturës duhet më vishte mua me ato rrobat e fshatit ku ishte marrë balada e Branketës, që ato ishte një nën që mund të ishte ajo shumë e vjetë, unë isha shumë e re, megjithatë që ti përshtatesha, patjetër ai më veshi me ato rroba të asaj zone të Çemenikës. Po nuk ishte gjë më të bukur, Sonil. Pra, gjithmonë përshtatja mua më vjen përshtat. Të kanë veshur ndonjëherë veshje që ty nuk të ka pëlqyer? Po, më kanë veshur, pra, dhe pikërisht edhe kjo më kanë veshur, se unë isha shumë, flokët mi bëni si ndryshe, nuk di si të them, ajo shamia shumë keq, më dukej mua, po, ashtu ishte stili saj. Por me gjitha të zemër, mua më kanë pëlqyer rrobat popullore jashtë, zakonisht. Sa ndikon në detaj, më thuaj. Jo, me Entelën, sa ndikon në vetëbesimin e vetë një këngëtari, artisti, qoftë edhe një moderatori, se do ta lidhim edhe me moderatorin, se për shembull unë shoh ndonjëherë kur më pëlqen ndonjë fje floku ose ndonjë gjë, e transmetoj edhe në ekran. Ose kur vesh ndonjë gjë të bukur, më duket sikur jam edhe më sigurt në ato që them. Po qëndron, sigurisht që qëndron. Patjetër që po, nuk diskutohet, domethënë që të vetë të ndjerit është ndryshe, nëse ti veshja jote shkon për shtat me temën, me vendin, me moshën tënde, me preferencat e tua, me shijet e tua, me kuadrin e përgjithshëm ku ti je, natyrisht që ajo reflektohet, vetë kënaqësia është më e lartë, vetë ndjerit po ashtu, besimi është më i lartë tek mënyra se si ti i qasesh, pra nuk e ke, si të themi, mendjen tek veshja, por je 100% e përqendruar tek ajo që do bësh, që të është dhënë detyrë, që ti e ke marrë përsipër në fundit. Unë nuk jam dakord, domethënë, më saktë nuk jam dakord. Domethënë do doja më shumë edukim popullatës, nuk mund t'i lihet gjithçka thjesht e pam ose çfarë qarkullon. Po ka nevojë për më shumë edukim, edhe në shkolla, edukimi estetik duhet jetë, se kjo na shpeshherë ka bërë që ne të ngatrohemi, duke mos e patur një edukim të mirëfillt. Her pas here kemi dalë dhe nga konteksti, jemi veshur siç nuk duhet. Kështu shpjegohet, besoj dhe ato. Nuk kemi pasur mi zemë rroba. Dhe nuk kemi patur. Tani ka plot. Tani e kaluam atë fazë, masës kemi para, po gjëra, si të themi, tregu është plot. Por shpeshherë, domethënë, ne kemi gabuar si femrat edhe meshkujt. Domethënë, i kemi dhënë, si të themi, pesh veshjes në një moment saktuar të ditës apo të mbrëmjes, dhe ajo nuk shkonte fare aty. Ose kemi shkuar në një aktivitet, nuk kemi ditur se si janë të tjerët, jemi ndjerë pak më keq për shkak të veshjes pa diturisë tonë. Kështu që janë për këtë, dua të them, po që ndikimi është i lartë në anën mendore dhe shpirtërore, kur ti ndjehesh veshur bukur edhe kur çdo gjë është në vendin e vet, kjo nuk diskutohet. Unë kështu besoj se është për gjithë, jo vetëm për ne që po flasim. Sa i përket, jam shumë dakord me Entelën se edukimi duhet, por më pëlqeu kjo temë dhe shumë e rëndësishme që jo, po nuk kemi mundësi, mbase nuk kemi mundësi që të kishim veshur veshjen e dur. Unë garantoj që jo gjithmonë duhen lek për të veshur mirë në një ambient. Kështu që edhe në qoftë se ti merr një gjë të fisme ose të përshtatshme për ambientin, atëherë ajo të bën të ndjehesh mirë. Ndonjëherë të bën të ndjehesh keq kur je më e ngrehur se sa të tjerët. Kështu që domethënë nuk do të thotë edhe kjo gjë. Një lloj ekuilibri duhet, por dikush që ka një veshje 10.000 euro dhe dikush që ka një veshje 400.000 lekë duken me një herë. Ajo patjetër, por ama jeni dakord me mua në qoftë se çdo jo, materiali duhet numër 1. Unë do thonë nëse nuk ke të blesh atë copën e Versace ose atë copën shumë të shtueshme, ti shkon ke rroba qepse edhe materialet higjiene. Por do thoja këtë gjë tjetër që më mirë një në vit të mirë, se sa ai të mbushim dollapin se kemi nevojë, nuk kemi nevojë. Nuk kemi nevojë asnjëra nga ne se dollapet popullsasin. Kështu që domethënë neve çdo muaj, çdo sezon do falim gjëra nga dollapi për ta rinovuar. Kështu që më mirë, një të mirë, çdo sezon ju garantoj që të bën të ndjehesh mirë. Shiko, unë kuptoj këtë që ju thoni më mirë një edhe të shtrenjtë, por ne kemi qef edhe të ndrohemi, pra se po të dalim vetëm me atë një. Atëherë ato njerëzit, po kjo ndrohet të njëra, po.
Sonila, jam shumë dakord me ty. Edhe me një gjë me shumë pak para, jo dhe shumë para me sa të shtrenjtat, mundes ajo është për bukuri. Unë do thuja edhe të kesh ngjyrat. Më ka ndodhur një herë në një klasë, jepja mësim një herë në 2-3 javë shkoja atje, dhe unë nuk mbaja mend se çka kisha veshur 2-3 javë përpara, se s'mund ta mbaj mend atë. Dhe një studente më kujtohet që më tha, zysha sa qefe pas ke këtu bluzën, se po. Do me thënë, ti je gjithmonë në raport me të tjerë, dhe prandaj... Dysa, t'ju them diçka që... Dakor se do t'a blesh të shtrenjtë, thua e kam të mirë, po të njerëzit ndrohu ndonjëherë. Dakor, po edhe kombinimet, nëse merr bluzën që e vesh me pantalonin tjetër, ose kostumin që merr xhaketën e vesh me pantalonin tjetër, ose me fustanin, me fundin, edhe kjo ka të bëjë që ti ke veshje më tepër, kështu që në garderob e ekuilibruar dhe kjo është baza, po, patjetër. Sonil, merak të madh i ka pas nona ime rrobat me lule. E sa herë vinin festat, në blinte fustante dhe në qepte vetë. Lullet nga më të ndryshmet, mi po në gjdo fest, atëherë nuk ishte shumë festa, kishte viteri dhe Baron Wiku. Mi po ne në ato 2 festa gjithmonë visheshim me rrobat të reja e me fustane. Unë e mbaj mend, po. Tash mund të vishesh si të duash, por them që ajo rroba që të gëzon mua, për mua është më e shtrenjta në botë. Mund të jetë shumë pak para, po më jep kënaqësi të madhe. Mund të jetë diçka shumë e shtrenjtë, se Sonila më rrin siklet në trup, nuk më flen në trup, ta them edhe një herë, dhe ndjehem keq. Do doja në fakt të pyesja për modën. Ka njerëz që veshin gjëra që janë në modë, por nuk ju shkojnë në gjykimin tim. Pa dashur të gjykojë. Ne dim që në sektorin e modës kemi modë dhe stil. Stil është që të njohësh veten, ta stilosh veten. Do më thënë, njohja e vetës është ajo që të bën që ti ke ato 6-7 ngjyrat e tua, që tash të kombinueshme, edhe it's okay. Kurse, kur je mod, ti do t'i ngjash dikujt. Ne hapim social media dhe të gjithë të këshillojnë si të vishesh, do më thënë nga këto influencer. Kështu që të gjithë duam të marrim atë që ka veshur ajo, pa ajo nuk të rri ashtu si që rri asaja. Po ku do t'ja thuash? Kështu që ato janë lekë të hedhura në plera. Në qoftë se unë thua, okej, unë duhet jem gjithmonë në trendin e fundit, blej një bluzë të këtij sezoni, dhe pastaj tash me pantalona dhe me fundit që ke, por jo shumë të ndjekësh trendet, se është mungesë, unë të them. Problemi është që mediat sociale po diktojnë shumë. Po pra, po nuk mund të vesh dot, se edhe unë me këtë mendim jam. Edhe është shumë e saktë ajo shpreha, sipas vendit bëj kuvendin, sepse tash unë nëse jam në moderim, do vishem për ekran. Ku jashtë ekranit do nuk mund vishem do të njësoj. Edhe në ekran ti e kombinon me temën. Sa bukur është vesh, do vishem të unë kështu. Ose takat, unë i vesh sepse kam punën e atil që mund ma lejojnë të vishem me taka. Po një, le të themi, jo, do me thënë, një punë tjetër në base nuk e kërkon, po, sigurisht, për shembull, ti kur jep fjala vjen mësim, nuk mund të kesh takat që kërcasin, ajo nuk shkon. Ti tërheq vëmendje, e shqetëson, është e papranueshme. E njëjta gjë mendoj unë edhe në vende të tjera. Pra, si të themi, gjithmonë do dalim tek ajo që veshja ka rëndësi, po nuk duhet të jetë si për mendimin tim, si të themi, ajo që t'i bëj njerëzit t'i ndaj. Sepse ne po shikojmë që njerëzit po ndahen pikërisht me bazën e mënyrës se si vishen. Që nga mënyra se si i drejtohen të tjerëve, nuk e pesi ishte veshur, po kjo s'kishe qatë vishte, po ky kështu e gjeti. To janë në mënyra, do me thënë që qartë, po shpesh herë ne humbasim mjaft nga, si të themi, potenciali tjetrit, mirësia, miqësia, frimiteti, pikërisht sepse i gjykojmë mbi bazën e mënyrës së veshjes. Por unë personalisht mendoj që për shembull, po themi, dikush më thoshte si e dallon një amerikane në Rom. E dallon se amerikania është me atlete, nuk do me thënë nuk e sakrifikon atleten për një paltaka. Do me thënë, në dallim të themi nga evropianet ose pjesa tjetër,
Amerikanet e kanë shumë të rëndësishme prakticitetin. Për Ne kemi qefti, kemi taka. Më kujtojnë sonil. Edhe nëse nuk jemi, edhe nëse nuk mund t'i veshim, i marim takat në qanë. Po i marim takat në qanë, dhe po para nuk e merim takat në qanë fare, po i vishnim edhe na shkonin komët shtrema, që një lodhje, një strapacim, pse kush e kishte menjen të komët e mia? Po, se kishte veshur filanja. Se i vesh takat kur nuk di të ecësh. Unë nuk i vesh, po thëmi kam vesh, tash i takat s'len gjumë. Tash unë i kam shtjesht fare, zimë të sheshta, me atlete në koncert dalë me patat. Por besoj ke dalë me mesazhin që vishu si të ndihesh mirë. Po sigurisht, tash është stili. Është stili që ti ndjehesh. Tashi, një njeri, ndjes regjia, një njeri që nuk di të vesh taka, dhe i vesh taka dhe i shkojnë këmbët ashtu si do të i shkojnë, pra kemi pa flot në rrugë që isin ashtu një të një atje komët. Antifeminizëm. I pëlqen, po ta pyesësh atë njeriu që i ka veshur që ecën. Ajo ka nevojë për formimin. Ajo lodhët, po nuk e kupton, e shkreta, thot do më shofi Sonila, për shembull, apo do më shofi Tixhi apo Tixhi e Sonila se kanë menjen të ajo fare, po ajo lodhët, e ku shkon në shtëpi, kush e di si ku i heta, vjen këtu në botë. A Tixhi, nuk besoj se i ka veshur për ne takat. As për mua, as për ty. Jo, i ka vesh për ti të këtë, po është lot. Jam shumë dhe këtë. Po, është lot pasë. Në publicitet do këthejmi vetëm pas pak. Rikthehemi në studio në këtë transmetim të drejt për drejt, ku po flasim për veshjen e do doja në fakt të njëjtën pyetje për tre të ftuarat e mia që të dima ka rregulla që nuk dalin kurrë nga moda. Po. Unë në një ekspert e modës nuk jam, por disa i kam... Je shumë strikte dhe je brenda kornizës gjithmonë në te. Faleminderit. Për shembull, një nga rregullat që mendoj unë që nuk del nga moda, është, unë do t'a them pak në anglisht, po do përpiqem t'a sjell shqip, që thonë less is more. Pra, sa më pak, flet shumë. Edhe unë mendoj që ky është një rregull i artë. E dyta, që mendoj që nuk del, është kjo sipas vendit të kuvendi, që nuk del kurrë. E treta, kam dëgjuar dhe mendoj, po flasim për gjininë femërore në këtë rast, që gjithmonë çdo grua duhet ketë një fustan të zi. Po, patjetër. Në garderobë? Audrey Hepburn, do me thonë dikur, po në garderobë, ndërsa besoj se këto. Unë kam gjithë zeza. Unë gjithë zeza. Unë jam nga jo që ngjyrën e zezë, që ta themi në klapa e urrej, por shikoj që 70% e garderobës time unë e kam të zezë. Se është një gjë që nuk të nderon gjithmonë. Ajo të nderon, tamam. Dhe unë do thoja që tre rregullat e arta, less than more, që është një nga, do më thonë, shumë stiliste ndjekin këtë dhe këshillojnë. Chanel thot para se të kesh, do më thonë një nga fjalët e saj, thoshte më mirë them, para se të dalësh nga shtëpia, shiko në pasqyrë dhe hiq diçka nga çfarë ke veshur. Dhe gjëja tjetër pastaj është kjo që duhet kemi një garderob must have, do më thonë të detyrueshme, që është shumë komode të nxjerrë nga çdo situatë. Kështu që ai fustani tubino duhet jetë patjetër, që pastaj se cila nga ne adopton, se nëse unë e di që këmbët i kam të bukura o më pak të bukura, atëherë mbaj më të gjatë o më të shkurtër, nuk ka një gjatësi. Dhe ky është, domethënë, ti e nxjerr në çdo sezon, ti e nxjerr në çdo vit, domethënë nuk ka një kalim kohe. Këmisha e bardhë, që është një domosdoshmëri brenda në garderobën tonë, dhe shif nuk thash një gjëra të tjera. Domethënë këmisha, it's okay, po këmisha e bardhë duhet patjetër. Dhe janë disa pjesë tjera që, si thot ja Ferre, thot që një kostum burrash i duhet çdo kujt, çdo femre në dollap, por të ketë mënyrën e atteggiamenton, si ta themi në Shqip, atë sjelljen e saj, kjo femra, do më thonë, më falë, kostumi burrash, por me sjellje femre. Do më thonë që duhet jesh shumë feminile dhe në këtë kostum burrash. Do më thonë është një nga ato këshillat që na japin, më mirë themi, stilistët e mdhenj. Pastaj, gjërat që nuk dalin nga moda, mua më pëlqeu shpar jashtëmase këtë që tha Tixha, dhe ke kostumet
popullore që ne të marrim në një dizajn, në një gjë që na bën që të ndjehemi mod të veçantë. Sikur dy lulet vogle të qëndisura e japin një. Dhe kjo unë dua të tregoj eksperiencën time, nga që jam ambasadore e promovimit të kostumit arbëresh në botë, dhe mbaj mend atë ndjesinë që kam ndjer kur ma kanë veshur, më kanë 2 orë kam ndenjur 2 femra në Kalabri, në Frascineto, ke shtëpia e zonjës Lucia Martino, që ka marrë shumë çmime për sa i përket detyrës, domethënë këtë promovimi që bën, dhe ishte një emocion. Ishte një emocion dhe përveç asajt, unë përveç veshjes, përveç videos, domethënë kemi bërë shumë marketing, kemi shkuar dhe në shumë shtete të ndryshme që na kanë ftuar për sa i përket rolin e gruas arbëresh, dje, sot dhe nesër, domethënë ky për atë që ato kanë bërë, por doja të thoja edhe këtë gjë tjetër, që kam shkuar në shumë familjet e tyre, dhe ato i kanë në përshëndetje. Janë vepra arti të shëndisur me flori, janë vepra që thash, unë tani po i sjell ke koleksionet e mia, një dizajn të secilit nga këto që unë kam parë. Kështu që është një përditësim i kësaj gjëje që nuk i hën kurrë nga moda si shtohet Vlera. Tonil, jam dakord që një fustan i zi duhet në shtëpi. Një fund i zi i gjatë, me i tantella atje prap duhet. Tantellat. Ti vija jo, kështu Tantellat. Edhe taka, unë stash me edhe një takën. bluza, si shpa e thot goca, që i mbaj mend këto që në shkollën e mesme, mësusja e kantos, Eleonora e Minaj, që gjithmonë dua ta përshëndes, mi vishte me të bardhat këtu deri këtu si goca, të ndjera kështu, këtej me e qëndisura, a i fundi vera, si që kishim belin atëhere kështu edhe i gjatë. Do me thënë, gjithmonë mendoj, nuk jam dakord asnjëherë si ti që të kem një kostum burrash që t'jetë femëror. Do me thënë, pse? Tani, shiko, ka dalë Ajo është këshilla e Ferrez. Unë nuk mund ta mendoj do të kem një pal pantallona, ka gjëra se unë pak kështu jam, pak dhe ato do t'isha bo kaq. Kështu që gjithmonë atë kompensim unë e bëj me një fund të gjatë, me një bluzë të bukur, me një xhaketë. Gjithmonë xhaketa Sonila i kam një 10-15 xhaketa, të gjitha ngjyrat, e bluzat gjithanjo dhe fundet të ndryshme. Do më thënë, nuk jam ke ajo burri, nuk dua t'jem burr, dua t'jem një. Shiko, ka dalë në modë po, tashmë gocat veshen me rrobat të gjëra, Po kuptoj pantallona të për gjëra, shpirt, xhaketat unë të them gjëra. si ti që mua nuk më flejnë Po ato. nuk do të thot jo, atëre, mbase u shpjegova keq unë. Kur Jo, thash jo, një jo, ti je kostum në rregull, burrash, o nuk shpirt. thash masa e burrit, ë? Ti je në I rregull. ke frakun. Të dalin Mua më teksti të Ti je gjitha shumë në fjalët. rregull, ti je shumë në rregull, por unë them, më mirë se të kisha një kostum ashtu, marr më mirë një xhaket bukur. Jam dakord. Edhe më tregon pak më të bukur. Ka ndryshuar stili jot ndër vite? Jo, si artist? Sonila, unë jam gjithmonë pa ajo t'i gjëja. Ama kër vjen vera i dua këtu ato, edhe krejt kurrizin e du jashtë. E dua të gjatë fustanin, me lule, pambuk i bukur, ndjejem rehat sa nuk ka. Ja fus xhaketën për sipra në mbrëmje, ose në mëngjes, edhe u kry. Shikon, do thoja edhe një gjë tjetër. Atëherë, ti që po thot çfarë do donte ajo të kishte në Po, dollapin e sigurisht, saj. çfarë dua. Unë po flas për këshilla që E do të kuptova, çfarë duhet e keni. kuptova. Se, Por në fakt, si ndryshon veshja sipas moshës? Kemi njerëz në fakt që janë 30 vjeç edhe vishen si 15 vjeç. Për Ajo mua është katastrofë. personalisht Po, ajo është nuk shkon. Ajo është kot fare Sonil. kanë probleme. Po, tregon mosdije, tregon dëshirë, është ajo kompleksi Peter Panit, i thonë, që nuk duan të rriten asnjëherë. Jo, shpirt, jam Ja, dakord. nuk sigurisht. Domethënë, ajo tregon një farë mënyre, një problem i vogël, ndoshta që ka të bëjë nga njëra anë me mungesën e njohjes së vetvetes, me mungesën e veçorive që ka njeriu në fazat të ndryshme të jetës. Me tregon, besoj, dhe në një mungesë informacioni, sepse nuk mungojnë, domethënë, ka kudo informacione, se si të vishesh mbi të 20, mbi të 50, mbi të 30, në çdo moshë ka ata influencerët e vet, mjafton pak ti dëgjosh dhe mund të ndihet ashtu, kur ndjehen, do me thonë, janë 30, ndjehen 15, se edhe këtu probleme. Përsëri një student më kujtoj që thoshte babai im është adoleshent, thoshte sepse si duket ti ati, do me thonë, për nga mënyra se si sille dhe si vishej, fëmija si duket sikur ai ishte adoleshenti dhe jo. Në këtë pikpamje mendoj që ka të bëjë, do me thonë, me pa mundësim për të rritur, pa mundësim për të njohur veten, probleme tek veçorit. Po ata persona që ka një moshë të caktuar dhe vishen
veshje shumë serioze dhe rrisin duke i treguar pse bëjnë këtë. Mendoj që përsëri kjo ka të bëjë me kulturën, në sa dijeni ke ti mbi veshjen, mbi veten tënde në këtë moshë, ose mbi veçoritë e moshës. Unë nuk dua të them që të gjithë duhet të vishemi një lloj. Jemi 40, të gjithë 40 vjeçare duhet të vishën një lloj. Se nuk është kjo kohë. Nuk është kohë. Por stilistët shtëpitë e mëdha të modës, stilistët vendas mbi të gjitha, duhet i japin se ne jemi shqiptarë dhe duhet të ruajmë ato që është. E kuptoj, si tani, për hir të vërtetës. Çdo gjë. Unë mendoj çdo gjë ka një kufi. Unë nuk mund të vesh dot një fund si që vesh i me bi. Sigurisht. Në gjatësi. Unë nuk mund të vesh dot fundin në gjatësin që vesh i me bi. Është një pas siguri dhe një problem të njeriu që vishet jashtë. Mendoj se çdo kush. Për të dukur unë paktën më e re. Jo, po nuk dukesh më e re, ashtu dukesh më karnavale, më me mondial. Sonila, mendoj që çdo kush duhet ta dojë trupin e vet. Siç është, do t'i doj rrudhat e veta që i ka, atje gjithë gjërat, edhe robën që e ka ta mbuloj pak po mundi, atë trupin që ka, aman gjithmonë duhet ta duam veten, Sonila. E duke dash veten duam dhe robën që t'ja përshtasim. Sepse nëse nuk ja përshtasim, ajo kërcet diçka. E niset kërcet, nuk është bukur. Patjetër. Nuk mungon. Kjo ndihma o këshilla e një konsulente nuk mungon sot. Edhe për më tepër ne jemi të lidhur me këto social media, që është edhe në Google. Po. Edhe në ChatGPT, domethënë po që absolutisht kemi. Dua të shkojnë filan në edhe kjo i ka të orientuar se duke dhënë shumë mendime i ka të orientuar. Atëherë ja ku jemi ne konsulentë. Kështu që domethënë është vetëm një këshill. Kërkoni shumë parak, Po jo se bëhet edhe gjë, po bukuria ndoshta duhet të punohet pak më shumë në këtë aspekt, sepse si të themi ka mjaft aktivitete që bëjnë organizata të ndryshme, rrjete të ndryshme, personazhe të ndryshëm që i japin shoqërisë një dorë në një drejtim caktuar, për shembull dikush promovon, si të themi, edukimin, dikush ekonominë e gjelbër e të tjera duhen edhe jam shumë dakord me Telën se edukuesit informacioni dhe formacioni duhet. Po, patjetër, sepse domethënë gjithmonë është i nevojshëm ai eksperti. Po prap secili e dashur vishet siç i do kokra qefit vet. E di çfarë më pëlqen? Ajo patjetër kokra qefit vet më pëlqeu kjo. Mua më ndodh shpesh për shkakun që vinë shoqet, se ajo klientja bëhet shoqe dhe nuk ndajnë më. Më sjell fustanin që ka, që domethënë do shkoj në një event e thot me çfarë ta kombinoj. Kështu që edhe një shall tjetër ti prap atij fustani. Ajo nëse nuk din me çfarë ta kombinoj atë fustan, ajo hiç mos shkoj atje. Ka dëshirë pra që të marrë këshillin. Po jo, shpirtesh, unë në këtë moshë, dhe ajo në atë moshë me pyetun Sonila, am shkon kjo bluza me këto pantallonat? Jo. Me çfarë ta vesh? Domethënë shallin e blen ke unë. E kuptoj, gjithçka e kuptoj, por mendoj që njeriu vet duhet të zgjidhë ato raportet e rrobave. Si të ndjehet rahat, Sonil? Po, ti për shembull sot ndjehesh si një mrekulli. Faleminderit. Kaq rahat me ato të bardhat, me atë zezën, me krejt gjërat bukur. Po, dakord është gjithmonë. Shumë dakord. Faleminderit. Jo, sinqerisht, Sonila ka një veshje që unë e adhuroj. As nuk i tepron gjërat, as nuk i ashtu po me një. Mua më pëlqen akoma më tepër kjo gjëja se thash ajo në bazë të temës zgjedhë veshjen dhe kjo sigurisht. Unë ju falenderoj shumë për edhe në ty shpirt. Në fakt doja të ta merrja mendimin si e keni parë veshjen time në daljet e mia televizive. Përshtaten je perfekte. Unë jam i vëmendshme dhe shikoj. Kështu që komplimenta, sukses. Megjithëse unë nuk e egzageroj. Shumë mirë, po ajo është bukuria. Nëse nuk e egzageron, je brenda Sonilës. Atëherë, të flasim pak të ndalim, faleminderit Atite, të ndalimi pak tek çfarë është në këtë verë trend. Se, tash dhe modën do ta ndjekim. Po. Atëherë, trendet për sa i përket atëherë ke fustanet e linos. Ato vazhdon akoma dhe është akoma më rëndësishme, por unë shikoj që domethënë linoja është transformuar nga një lino, tani e ke kualitative, domethënë që ke cilësore, gjithmonë ajo më pak, por më të mirë, domethënë një fustan merret mirë, një ngjyrshë, ngjyra e vitit është këtu që është një pana e ftohtë, jo e ngrohtë, dhe e shikoj që këto e kanë sjell pjesa më e madhe stilistëve, dhe pse shikoj që si që themi ne, dyqanin e bën dyqangjiu, që unë shikoj që kur shkoj marrim koleksionet, që aty janë pa fund, ti zgjedh ato që të pëlqejnë ty.
por në më të ngjyra e vitit është kjo, linoja është në në top, pastaj kemi dhe, ka qënë, por e shikojnë më cilësore, dhe më thënë aty ku në zgjedh koleksionin, ose kush ma këshillon, kemi satenin që nuk del nga moda, kemi ato dantellat që është tyli, është i pranishëm jashtë mas, po i pasuruar, dhe më thënë nuk është vetëm një tyl, po tyl me dantel, dhe më thënë rigamato, puna e dorës që është jashtë mase, e thellësu, dhe më thënë shumë e fort, për më tepër tani, po të shikojmë dhe çantat i kemi të gjitha me punë dore, si grepe, etj. Dhe, si pas, dhe më thëmë, ke materialet me që jemi dhe ke vera, atëre kemi satenin, mëndafshin, këtë që thash linoja që ishte numër 1, dhe këto të treja. Kam dhe një të 4 që nuk më vjen tani. Po ngjyra? Ngjyrat janë këto. Ngjyrat pastel, ngjyrat e hapura, ki parasysh se dhe më thënë atëre, fillon nga e bardha, se ngjyra e vitit është ajo që, ta japi si kapsul që ti do e shesësh, por e bardha është një must have. Që edhe në qoftë se ti do marrësh 100 copë, edhe se di që do më thënë shet 90, ato 10 nuk shkojnë asnjëherë, do më thënë dëmë, se është gjithmonë një linje vazhdueshme. Sa të rëndësishme janë edhe aksesorët në duken sa më bukur të një veshje? Jashtë mase. Do më thënë, unë do thoja që një fustan i thjesht ti e bën për një mbrëmje, vetëm duke e pasuruar me aksesor. Prandaj këtë doja të thoja përpara kur thash një fustan, ti vë një shallë të rëndësishëm dhe ti e në një mbrëmje. Ai fustan që ti në masdite e përdor shumë mirë pa një aksesor. Bijuterit që unë nuk do të thotë që ti blen të shtrenjta, por ka të këndshme, boll që t'jenë të koordinuara me veshjen, por që janë shumë të rëndësishme. Ka përshpjen edhe bijuterit është se kujt i shkon. Për shembull, ajo varsja në qafën tënde rrin shumë bukur, por tek unë nuk e di. Jo, dakor fare, njërse këte i gjithë gjamitra, këte i duhet të rinë dasë. Në të rast e ke bërë perfekt, se e ke të pasur të sipër, ma nëshu që jeve komplimenti edhe për ty, më Gjithë të vite në skenë. Jo, shpirt po. Jo, në rastin konkret nuk e pranon asnjë gjë. E thash jam rahat, kështu. E rëndësishme është që të ndihesh mirë. Po, zime, jo. E rëndësishme është që të ndihesh mirë dhe kjo është më e rëndësishme për çdo gjë. Ne po shkojmë drejt fundit, ne në këtë bisedë kemi dhënë edhe mesazhe sigurisht, kemi dhënë këshilla të rëndësishme për disa, kush doj le t'i pranoj, kush mos doj është gjithsecili bën zgjedhjen, po mendoj që ne mbase mund të kemi gabuar se nuk kemi stilist, po Zemira nuk ka gabuar sepse ka gjithë këto vite eksperiencë. Unë i mirëpres, por nuk do të thot me pagesë. Edhe falas me shumë kënaqësi, kush të doj, këshillën time ka. Unë të falenderoj shumë që ishe me mua, ju falenderoj patjetër edhe ty Hatice, Entel, është kënaqësi gjithmonë të të kemë në studio, por do ta mbyllim me mesazhe. Mesazhi im është që njerëzit të shkojnë të zgjedhin atë veshje që ju shkon, që kanë mundësi ta përballojnë, të mos hynë në depresion nëse dikush ka një veshje që vetë ata se sigurojnë dot, sepse njerëzit për hir të dëshirave bëjnë edhe kapërcime pinderike shumë të rrezikshme, kështu që nuk kanë pse të shkojnë në ato drejtime, le të jenë vetvetja sipas mundësisë, edhe si shta zonja, besoj unë të jenë të ndjenë sa më mirë me atë që ka në trup. Hatice? E ta si mi tha kjo, të gjitha sa do thoja. Po, Sonil, veshja është dashuri, se vërtet ajo e pat impaktin e dashurisë. Ama nëse një veshje e bukur ka vesh dikush që s'di të flasje, ose nuk ka pikën e trunit, ajo veshje shkon e zbehet. Për na uroj që çdo kush veshjen t'ja veshi shpirtit. Do t'ishte gjë shumë e bukur, veshja me shpirtin të shkojnë bashk. Kjo është të njohësh veten, domethënë është stil. Kur një veten je në rregull. Po, kështu mendoj. E imja është që unë e thash dhe gjatë transmisionit, por që dua ta mbyll me këtë, më mirë një të mirë cilësore se sa. Jo, po, nuk jam dakord, se Sonila tha atëherë quhet vetëm një veshje, duhet disa që ditë. Nona ime thoshte një gjë, edhe sikur të jetë rroba ose e vjetër ose boll që është ndryshe, është diçka tjetër, ajo sjell diçka, një kënaqësi tjetër. Po nuk je dakord me mua që dollapet janë plot? E kuptoj. Aman, dëgjoj, edhe të veshësh gjithmonë një fustanti në një aktivitet, edhe më i të thonë kjo s'paska. Mund ta ndryshosh, njëri vë një varsë, njëri vë një varsë tjetër. Atë këmishën e re që ke bler me pantalonin që ke.
Domethënë nuk do të kuptoj, thotë tash Zemra, do e llapish kuptoj çfarë do bosh. thuash, po. Dhe shpresoj nga ne një person që të na shohë me të njëjtën veshje se thotë po ndrohu ndonjëherë. Ishte e bukur. Ndrohu ndonjëherë. Po, e ke shumë qef të fluzën. Jam kurioze të di si ja ktheve. Kjo ka shumë vite që ka ndodhur, që do të thotë më ka lënë mua një impakt përderisa unë e mbaj mend, se u bën shumë vite që jap mësim edhe, por kam qeshur dhe kam menduar që pse ma ka thënë, sepse vërtet 3 javë përpara ashtu kisha veshur. Çfarë si ka? Mjafton të ndiheni mirë, kjo është më e rëndësishme. Faleminderit edhe një herë që ishit. Faleminderit ty, Sonil. Faleminderit. Ne si t'ju kemi në studio gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju shikues të nderuar që qëndruat në Ora News, vjoni qëndroni në shoqërinë e ekranit tonë.